kontarin që kam sot, jam shumë e lumtur që është pjesë e Afrodita Aesthetic Spa Podcast. Jo vetëm për informacionet që ajo di të përcjell aq mirë, por kemi edhe një pikë takimi të bukur bashkë ku jemi shumë realistë dhe themi vetëm të vërtetat për klientët tona. Faleminderit Iva që je pjesë e podcastit ton dhe ke pranuar ftesën. Mirë se u gjej, kënaqësia e gjithë e imja. Sot kemi një temë shumë të bukur për të trajtuar, por fillimisht unë do doja pak që njerëzit të njihnin më tepër nëpërmjet kësaj dritare që ne kemi krijuar tek Afrodita dhe mund të na bësh një prezantim të shkurtër të backgroundit tënd. Në fakt nuk do të jetë i shkurtër. Do mundohem të jetë sa më i shkurtër. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Iva Vaso dhe para se të nis me rrugtimin tim të gjatë të studimeve dhe arritjeve profesionale, e kam rëndësi të them që jam nënë e dy djemve, Alex dhe Andra. Studimet i kam kryer në shkencat kimike dhe farmaceutike pranë Universitetit të Mjekësisë të Tiranës. Më pas jam specializuar në dermoestetik, ku kam qëndruar për 6 vjet dhe kam qenë dhe lektore dhe ngritëse e kurrikulave. Më pas jam specializuar në mjekësi estetike. Së shpejti pres të diplomohem në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, që do jetë dhe realizimi i një ëndre të vjetër, gjithashtu dhe përplotësimi i vizionit tim mbi profesionin. Shumë urime për gjitha arritjet që ti ke, unë të njoh nga më përpara, sigurisht, që nga takimi jonë i parë e kam kuptuar se sa shumë ti ke për të ndarë me të tjerët. Dhe e përcjell shumë bukur atë që ke brenda vetes. Dhe uroj që gjithçka që kam për të përcjell të finalizohet me botimin e dytë të dermokosmetologjisë, i cili është manuali i parë në gjuhën shqipe. Botimi i parë ka qenë para 5 viteve, tashmë ai do të vi dash zoti në muajin shtator, nëse gjithçka shkon siç duhet, me botimin e dytë, ku do t'i drejtohet të gjithë profesionistëve në fushën e estetikës, por dhe në fushën e estetikës mjekësore. Pra është një libër i ripunuar, i risjell, me një frym tashmë të re, por patjetër dhe në sinergji me të gjitha zhvillimet dhe zbulimet e këtyre 5 viteve të fundit që ka fusha jonë. Atëherë Iva, le të kalojmë pak tek tema që do të trajtojmë sot. Ne po përjetojmë ditët më të nxehta, jemi në pikun e verës dhe është një vapë e tmerrshme, por shohim që klientët janë në klinikë dhe vinë me shumë problematika. Disa përcjellin problematika siç janë dehidratimi i lëkurës, disa të tjera vinë me ankesa për shtim të njollave. Dua që përpara se ne t'i trajtojmë këto probleme, të themi pak çfarë ndodh me lëkurën tonë në muajt e verës. Unë para se t'i përgjigjem pyetjes tënde, dua vetëm të bëj një ndërhyrje të vogël, ku duhet thënë realisht që lëkura jonë ka nevoja të ndryshme, absolutisht sipas moshës, gjendjes fiziologjike, gjendjes emocionale, problemeve të ndryshme apo çekuilibrimeve fiziologjike që mund të kemi, dhe patjetër nevojat e lëkurës tonë ndryshojnë dhe me stinët. Nuk qëndron pas realisht edhe problematikat që ndodhin në stinën e dimrit, pra në të ftohtin ekstrem. Pavarësisht se ne nuk jemi vend me të ftohtë ekstrem, po kemi dhe ne ato ditët tona. Nuk janë të pakta problematikat e lëkurës në stinën e pranverës, ku mbi vendosen alergjitë ndryshme dhe lëkurat reaktive apo të ndjeshme i vuajnë akoma më shumë problematikat që kanë. Pra, duhet të thënë që çdo stinë ka problematikat e veta. Tani jemi në këtë vapën shtëruese në stinën e nxehtë, duket sikur jemi në ditët më të nxehta, dhe patjetër kjo vjen dhe shoqërohet me problematikat e veta. Ajo çka unë dua të ngre alarmin është që nuk mund të presim dot stinën apo ditët të nxehta, të ftohta, apo lindjen e poleneve, apo alergjitë ndryshme që ne të kujtohemi për lëkurën. E them dhe e stërthem gjithmonë që lëkura është një organ i cili ka nevojë për përkujdesje të përhershme, të vazhdueshme, të përditshme, patjetër nëpër klinika dhe periodike. Po, por kam vënë re që klientët përgjithsisht janë pak të stepura në muajt e verës për shkak të vapës të diellit shumë të nxehtë dhe kanë pak frikën në trajtimet estetike. Unë do të thoja që është krijuar një filozofi krejtësisht e gabuar që në verë nuk bëjmë asgjë. Dhe ne e dim shumë mirë që nëpër klinikat tona, në fakt, puna në verë pothuajse bie në orare minimale. Nuk e kam tek pjesa e punës absolutisht, me atë pasion që kemi ne për punën tonë. E kam sepse është
filozofi dhe mundësit totalisht e gabuar. Ka shumë pak trajtime apo procedura që ne do t'i përmendim absolutisht edhe për t'i ardhur në ndihmë dëgjuesve tanë që nuk realizohen në verë. Dhe këto janë procedura që janë më invazive apo ekstremisht invazive për lëkurën tonë, sikurse janë trajtimet me anë të lazerave ablativ apo peeling që shkojnë më në thellësi, pra në shtresën dermale, aparatura që japin inflamacion të theksuar. Këto janë ato trajtime që ne jo në verë nuk i bëjmë, por dhe në ditët e dimrit, se ne jemi një vend që kemi ditë me diell dhe ndimër, dhe në ditët e dimrit jemi të kujdesur. E vërteta është që sot estetika dhe mjekësia estetike rigenerative po shkojnë domethënë drejt trajtimeve që japin gjithmonë më pak inflamacion. A mund t'i karakterizojmë, t'i ndajmë këto trajtime në ato që janë më të sigurta gjatë muajve të verës dhe ato që ne duhet t'i shtyjmë për muajt e vjeshtës? Ndoshta kështu do të jetë pak më e thjeshtë edhe për ato që dëgjojnë këtë podcast, në mënyrë që të jenë të sigurt për trajtimet që duhen të kryejnë. Përveç trajtimeve apo procedurave që unë përmenda, që janë procedura me djegje, janë procedura që japin inflamacion të fortë, pra që kanë një kohë të gjatë rekuperimi prej disa javësh, të gjitha procedurat e tjera, të gjitha procedurat që ndoshta janë shumë po t'i përmendim, po unë do përmend disa që janë më të rëndësishmet, mund të kryhen në stinën e verës. E rëndësishme është që sipas procedurave, pra, nëse këto procedura janë mini-invazive, ne e dim që të tëra procedurat në fushën tonë ndahen në 3 shtyllat të rëndësishme. Janë procedurat jo invazive, pra ne nuk shpojmë, nuk mikroshpojmë, nuk përdorim acide në lëkurë, pra janë facials praktikisht, dhe aparaturat që nuk janë domethënë invazive për lëkurën tonë, si hidrofaciali apo oksigjenimi i lëkurës e të tjerë, janë procedurat mini-invazive, të cilat fillojnë me peeling kimik, sipërfaqësor, apo pak më të, domethënë, apo mesatar, janë procedurat me anë të gjilpërimit apo mikrogjilpërimit, pra po flasim për mezoterapi needling apo microneedling, qoftë edhe microneedling RF e bërë në njësi të vogla xhauli, pra në parametra më të vogla të radiofrekuencës, më të ulta. Dhe pastaj vazhdohet me injeksionet me gamën e gjerë të biostimuluzve, biorigeneruzve, injeksionet e botulinës, të botoksit, pra, apo injeksionet volumizuese të fillersave. Këto janë të gjitha procedurat mini-invazive. Shtylla e tretë janë procedurat invazive, që janë ndërhyrjet plastike apo kirurgjikale estetike. E gjithë kjo gamë trajtimesh mund të kryhet. Po flasë për jo invazive dhe mini-invazive, ne nuk kemi të bëjmë me pjesën kirurgjikale. Ajo është pjesë e kirurgëve plastik. Po flasë për trajtimet jo invazive dhe mini-invazive. Të gjitha mund të kryen. Patjetër që secila prej tyre ka një kohë të shkurtër të rekuperimi, që mund të shkojë deri në 72 orë sipas literaturës, por nga eksperienca dhe praktika ne e dim që nuk shkon aq, shkon maksimumi deri në 24 apo 48 orë. Çka do të thotë që në këto 24 apo 48 orë ne duhet jemi të kujdesshëm të mos ekspozohemi në diell. A është vërtet faktori i diellit dhe stina e verës ajo që ndikon, apo mos respektimi pas trajtimeve që bën atë problematikën më të madhe pas këtyre procedurave? Kjo varion nga procedura. Patjetër që dielli është një faktor i rëndësishëm. Pra, dielli me tepri, orët e pikut apo këto ditët e nxehta, ka procedura që me thënë drejtën nuk e duan ekspozimin në diell, apo nuk e duan qëndrimin e gjatë në diell, se nuk bëhet fjalë vetëm ditët e plazhit. Sot kemi temperatura shumë të larta dhe nëse ti kryen injeksione, po themi, të toksinës botulinike apo të fillerave volumizues, patjetër që ekspozimi jot në këto temperatura nuk mund të jetë disa orë qëndrimi në këto temperatura, pra duhet jetë më i limituar. Tek fillerat kanë këtë frikën që shkrin fillerat, është e vërtet kjo? Jo, nuk mund të shkri një filler nga temperaturat e larta, por mund të zhvendoset një filler, mund të krijohet inflamacion, është inflamacioni ai në fakt që pra, nuk shkrin asnjë produkt. Ka një të vërtet për sa i përket botoksit që nxehtësia e shpërbën, pra ndikon që të mos përthithet e gjithë sasia nga neurotransmetuesët, ose më keq akoma mund edhe të zhvendoset nga kjo. Pra, janë disa procedura dhe këtu do të veçoja ato të fillerave dhe të toksinës botulinike që duhet bërë pak kujdes për një
segment kohor pak më të gjatë, pra rreth një javë ne duhet bëjmë një çik kujdes pasi kemi injektuar këto. Kjo nuk do të thotë që nuk do të dalim, kjo nuk do të thotë që nuk do ekspozohemi fare në diell. Thjesht duhet bërë kujdes qëndrimi me orë të gjata në temperatura të larta. Për të gjitha procedurat e tjera, pastaj koha është më e shkurtër. Shkon 24 deri në 72 orë që duhet bëjmë kujdes, por nuk është vetëm dielli. Në rastin e biorigjeneruesve për shembull, a janë të sigurta për të kryer dhe sa është koha e rikuperimit pas ose për kujdesje që duhet të tregojnë? Koha e rikuperimit pas është 5 deri 7 orët e para pasi kemi injektuar, pacienti apo klienti nuk duhet të laj fytyrën apo zonën e injektuar për efekt të siteve të injektimit që mos krijohen infeksione dhe pastaj duhet bëj një kujdes prej 48 orësh. Unë këshilloj që mos kryet aktivitet sportiv, se ta thash pak më parë, nuk është vetëm dielli, ka dhe shumë faktorë të tjerë, pra të lifestyle-it që duhen ndjekur si në verë, si në dimër, si në pranverë, pra nuk është vera ajo që na limiton, është procedura që kërkon një periudhë post të caktuar, ku ne duhet bëjmë kujdes, ku futet aktiviteti sportiv, konsumimi i pijeve alkolike, po flasim për biorigjeneruesit për shembull, konsumimi i analgjezikëve, pra administrimi i analgjezikëve, sepse ndërpritet përgjigjja inflamatore, ibuprofeni, paracetamoli, ketoprofeni, sepse më dhëm koka, më dhëm trupi, siç jemi ne. Pra këto nuk duhen konsumuar. Nuk po diskutoj fare që pacienti duhet jetë fare në terapi apo në mjekime të ndryshme. Pra janë të gjitha këto që nuk duhen kryer. Vajtja në palestër, konsumimi i alkoolit, të gjitha këto mund të ndikojnë në lindjen e hematomave dhe post injeksionet. Cili është ai pacient në këto ditë që ne nuk do ta konsideronim si pacientin ideal, pra nuk do ta merrnim për ta trajtuar? Jo vetëm në këto ditë, po ai pacient që nuk duhet trajtuar, ose ato pacient që janë kandidat për të trajtuar në çdo kohë, janë pacientët përgjithsisht që i përgjigjen listës së kundër indikacioneve që kanë procedurat klinike që ne kryejmë. Pra, ta konkretizojmë pak, që t'jemi pak më konkret edhe për ata që na ndjekin. Nëse mua më vjen një pacient për të kryer një procedurë të biorigjenerimit, që është një injeksion prej acidi hyaluronik linear i kombinuar me aminoacide, peptide e të tjerë, pra që bën efektin e biorigjenerimit, nëse ky pacient nuk i ka kundër indikacionet për të cilat ne e ulim dhe e pyesim gjatë marrjes së anamnezës, gjatë bisedës, konsultës që bëjmë, është kandidat për ta bërë. Dhe kush janë këto kundër indikacione? Nuk duhet të ketë asnjë lloj patologjie të mirëqen në sistemin e tij. Pra, nuk duhet të jetë diabetik i tipit 2 insulinovartës, nuk duhet të ketë smundje autoimune të tipit hepatit, HIV, lupus, qoftë edhe psoriazën apo vitilikon, të gjitha këto janë smundje autoimune e shumë smundje të tjera. Nuk duhet të jetë në gjendje virale, duhet të ketë një kuadër të mirë të hemogramës, pra të analizave. Do thuash ti ndoshta shkohet shumë gjatë se askush nuk i kërkon, po sido që të jetë gjatë anamnezës ne i bëjmë një pyetje, pra kur ke bërë analiza, kur ke avuar nga ndonjë infeksion, nga ndonjë. Pra janë pyetje, nuk duhet të mjekohet me barna antikoagulante. Nuk duhet të vuaj nga ankthi, sepse ne e dimë që janë procedura mini invazive dhe normalisht nuk duhet të ketë asnjë smundje lëkure të tipit as dermatit. Do doja të thoja që edhe klientët ose pacientët duhet të jenë pak të ndërgjegjshëm për të ndarë informacione të sakta me profesionistët dhe për të treguar të vërtetën. Në këtë moment, gjatë kësaj konsulte, domethënë pacienti duhet të jetë vetëm i vërtet, sepse afërmend unë nuk pres se pacienti të ketë kulturën e një mjeku estetist apo të një estetisti. Sikurse as ne nuk e kemi kulturën e një juristi, një ekonomisti, një arkitekti, secili ka profesionin e tij. Dhe unë kur shkoj tek një profesionist i caktuar, presi të më orientoj ai. Në këtë mënyrë ndodh edhe me profesionin tonë. Pacienti duhet të jetë vetëm i vërtet, pra nuk duhet të gënjejë mbi gjendjen e tij patologjike sepse është në domin e tij në radhë parë. Nuk po marrin domin tonë, po është në domin e tij. Pra, nuk ka pacient që janë ideal. Ka pacient që kanë një çrregullim të caktuar në një moment të caktuar të jetës së tyre, mund të jetë kronik, mund të jetë akut. Ai çrregullim merret në konsiderat, mund të orientohet te kolegët tanë, tek specialistët e tjerë për tu
ndjekur dhe pastaj do vi momenti që do jetë kandidati për të bërë X procedurë. Pra nuk ka pacient që nuk janë ideal, janë të gjithë kandidat për t'i kryer, sepse një biorigenerim, një biostimulim, një peeling kimik, sipas tipologjisë, zgjidhet lloji peeling kimik, se kur themi peeling kimik, është merri vetë. Domethënë pacientët mendojnë peeling kimik, mendojnë lëkurën që bie stepen përpara kësaj procedure është e vërtetë. Pjesë. Jo, një peeling kimik, sot njerë që jemi në erën e peeling kimik që janë totalisht të formuluar në mënyrë të tillë që dhe mos ta prekin fare epidermon, pra të shkojnë të projektohen dhe të vendosen direkt në derm, pra sot jemi në një erë tjetër dhe ka mundësi pafund për të gjitha llojet e lëkurave, edhe për lëkurat e holla, edhe për lëkurat e ndjeshme. Pra nuk ka pacient për të rikthyer në kryet herës tek pyetja, nuk ka pacient që s'janë ideal, ka pacient që në një moment të caktuar ka një çekuilibrim, rregullohet, mjekohet, trajtohet dhe pastaj pacienti mund të përfitojë nga gjitha këto trajtime. Vim pak tek pjesa ime e preferuar. Unë kam shumë dëshirë që të inskenoj një rast, për shembull unë jam pacientja jote në këtë rast, do të nisem me pushime pas 10 ditësh dhe do të doja që ti të më bëje një plan të detajuar se cilat trajtime duhet të kryej përpara se të shkoj me pushime. Shumë e bukur realisht, edhe unë bëj gjithmonë studentëve të mi këtë. Fillimisht i jap fytyrën, lëkurën e tyre për të trajtuar dhe pastaj jap një rast klinik. Dhe unë mendoj që ky është edhe finalizimi i studimeve pastaj, sepse duhet të pasurohet gjithë teoria në praktik. Atëherë, çdo gjë në filozofinë time fillon me konsultën. Është shumë e rëndësishme konsulta. Sepse çdo lëkurë ka nevojat e saj, sikurse ne e cekëm dhe pak më herët, lëkurat ndryshojnë që nga çekuilibrimet, problematikat ose jo, që nga tipologjia pastaj e lëkurës, genetika e saj e të gjitha. Dhe patjetër çdo gjë fillon me një konsult të detajuar. Çfarë ka nevojë lëkura? Ngrihet një protokoll dhe patjetër mbahet parasysh fakti që ky pacient do shkojë të pushojë X ditë në plazh, çka është e rëndësishme dhe unë asnjëherë nuk këshilloj ato procedura që duan pak më shumë ditë, që ne i përmendëm pak më herët, sikurse injeksionet e botulinës apo fillerat, nuk i këshilloj, gjithmonë them, shkoni bëni pushimet dhe mbas pushimeve ne mund të kryejmë procedura të tilla. Por ajo çfarë i duhet lëkurës, dhe këtu gjej dhe rastin për të sensibilizuar pak ata që na dëgjojnë dhe pacientët tanë, që nuk do duhej realisht të shkonit të pa furnizuar në lëkurën tuaj me pushime. Është gjë shumë e mirë që ta furnizoni lëkurën para se të shkoni me pushime. Dhe me çfarë mund ta furnizojmë lëkurën? Acidi hialuronik, aminoacidet, janë eliksir për lëkurën, po flas të injektueshme. Patjetër facials, ato janë gjithmonë të mirëpritura, masazhet e të gjitha. Po, unë i shkoj gjithmonë pak më përthellë lëkurës. Ne e dim që acidi hialuronik është një molekull, është një makromolekull, nuk futet brenda dot, as nëpërmjet serumeve dhe kremrave, që janë shumë të mirë të përdoren dhe unë i këshilloj gjithmonë, sepse ruajnë ekuilibrin hidrik të filmit, domethënë hidrolipidik, pra të sipërfaqes së lëkurës sonë, por i duhen dhe dermës, i duhen shtresës së dytë, i duhet për prodhimin e kolagjenit, elastinës, enëve të reja të gjakut, për ndërtimin e matriksit ekstracelular, pra asaj substancës dermale që do të lindi pastaj kolagjenin dhe elastinën e re, pra do të bëhet prekursore. Pra unë do të këshilloja pastrimin e lëkurës. Pra do ta filloja me pastrimin e lëkurës. Kur them pastrim lëkure, unë nuk i referohem kur një pastrimi invaziv. Edhe në klinik, në praktikën e përditshme, nuk kryej pastrime invazive. Por çlirimi i poreve, i këtij folikulit pilosebaci, poreve të lëkurës. Pse? Sepse ne e dim që në ditët e plazhit poret bllokohen. Nga shtimi i djersës, nga shtimi i yndyrës, nuk është e vërtetë që yndyra paksohet në verë. Yndyra shtohet në verë, sepse kanali zgjerohet, poret zgjerohet, nuk dua që të përdor shumë terma që vetë na kuptojnë. Pra poret e lëkurës zgjerohen, sekretohet më shumë. Mirë po, ajo që nuk kuptohet është që gryka e pores bllokohet nga hiperkeratinizimi, nga qelizat e vdekura, nga uji me krip, nga papastërtitë. Pra, pastroni lëkurën para se të shkoni. Procedura e parë është një pastrim i thellë i lëkurës. Pastrim i thellë i lëkurës.
rivendosja e barierës epidermale, pra e mikrobiomës së lëkurës, e filmit hidrolipidik, ta kemi lëkurën të hidratuar në nivelin e dur, as shumë të yndyrshme, as me pak yndyr, dhe tjetër unë të shkoja me injeksionet apo mikroinjeksionet me bazë acidi hialuronik, me bazë aminoacidesh, me bazë antioksidantësh. Janë të gjitha që ndihmojnë, i japin lëkurës të gjitha të suportin e vetë, të magazinoj principet aktive që do ruajnë në vazhdimsi dhe në kohë të gjitha strukturat që ne sapo folëm. Mund t'i bëjmë një seancë apo do duhet t'i ndajmë në ditë të ndryshme? Këto bëhen në një seancë, absolutisht, pra mund bëhet pastrimi i lëkurës, sa herë që ne bëjmë pastrimin e lëkurës, patjetër bëjmë dhe ekuilibrimin e saj, pra rivendosjen e barierës epidermale, mund të ndahen në 2 seanca. Mua në përgjithësi më pëlqen që mos ta sulmoj lëkurën me shumë trajtime brenda një dite. Domethënë gjithmonë në frymën e asaj që lëkura është organ dhe duhet respektuar dhe e kërkon përkujdesjen si një organ. Mos harroni që është një organ ndjesor, pra lëkura ndjen gjithçka që ne i bëjmë. Kështu që mua nuk do më pëlqente që t'i kryeja shumë trajtime në të njëjtën ditë. Se lodhet, pavarësisht se lëkurarësia e njeriu, që kur ti vetëm i flet apo bën shumë për të, ndoshta edhe lodhet. Pra, mund të bëhet në ditën tjetër. Domethënë procedurat injektive apo me mikroinjeksione janë procedura që nuk kanë nevojë për kohën post. Kuptohet, duar profesioniste, mendje profesioniste, të dish çfarë bën, ku shkon, pse e bën. Absolutisht, dhe nuk do duhet kishte asnjë, pra hiq ato orët, ai 24 orë që i parë, nuk do duhet kishte asnjë problem. Thjesht këshillohet pacienti që të pi ujë sa më shumë, sepse acidi hialuronik e dashuron ujin dhe lidh sa më shumë molekula ujë, të bëj ato kujdeset e veta. Lëkurën e përgatita jam gati për të nisur për pushime, por përpara do doja të më këshilloje 3 produkte që nuk duhet të mungojnë në çantën time të plazhit. I pari do të thoja që është kremi i diellit. Pa, mjafton vetëm SPF-ja? Jo, nuk mjafton. Dhe më vjen shumë keq kur shpeshherë ndeshem me paciente që përdorin vetëm kremin e diellit. Pra, ideja është unë laj fytyrën dhe vendos një krem dielli se jam shumë mirë kështu. Jo, absolutisht. Kremi i diellit nuk është projektuar as për të hidratuar, as për të mirëmbajtur lëkurën. Kremi i diellit është i projektuar për të luftuar rrezet UVA dhe UVB, ose për të smbrapsur rrezet UVA dhe UVB që mos dëmtojnë lëkurën. Pra, kremi i diellit është i pari. Këtu dua të ndalen vetëm një moment për të thënë që zgjidhni gjithmonë produkte profesionale. Unë jam gjithmonë patriote e filtrave fizik, pra ato që përthyen, që nuk futen në lëkurën tonë, sikur se bëjmë filtrat kimik dhe zbërthehen domethënë brenda në lëkurë. Unë jam patriote e filtrave fizik, lën atë gjurmën e shkëlqyeshme në lëkurë, por i përthyen rrezet e diellit. Faktori duhet jetë sun protection factor, nuk duhet jetë 9-30, 30-50 ka shumë pak përqind diferencë, 3 deri 4%. Sa herë duhet ta riaplikojnë, se kjo është një çështje tjetër që shumë shpesh preket nga profesionistët, por secili jep nga një rekomandim të ndryshëm. Tashmë është thënë dhe është stërthënë që kremi i diellit aplikohet çdo 2 orë, kur ne jemi të ekspozuar vazhdimisht në diell. Patjetër në ditët e plazhit, meqense ishim tek pushimet, duhet aplikuar çdo 2 orë, por unë shkoj dhe pak më tej, sepse ndoshta këtë informacion nuk e kanë ata që na ndjekin, që sun protection factor, pra ai faktori mbrojtës ndaj rrezeve, UVA dhe UVB, që aktivizohet nëse ne qëndrojmë vetëm 30 minuta në hije. Pra, nëse unë e kam vënë tani kremin e diellit, e para duhet vënë 30 minuta para se të ekspozohemi, që melanocidet të mos zgjohen, pra, nga dielli, sepse ato janë shumë sensitive ndaj diellit. Dhe dal. Dhe për 15 minuta, po themi, futem përsëri në zyrë, në bar, në një ambient ku nuk ka diell, dhe do dal mbas 1 ore, unë nuk e kam më kremin e diellit. Pra duhet ta riaplikoj. Tek lëkurat që nuk i kam problem hiperpigmentimet apo njollat melanodermike, ky është një fakt që kalon pa u vënë re. Tek personat që kanë problematika të tilla, pra që vuajnë nga melazma apo hiperpigmentimet postinflamatore, është problem shumë i madh sepse lind pyetja
Po unë mbrohem nga më erdhë njollat. Po ja pra, dielli të shikon njësoj. Pas pushimeve kryesisht rikthehen në klinika me një shtim të njollave. Është e vërtet. Cilat janë trajtimet që duhet ndërmarrin për këtë lloj problematike, por jo vetëm. Nëse unë jam rikthyer nga pushimet, nga duhet ja nis për të trajtuar lëkurën time? Nëse një pacient kryen ato ndërhyrjet apo procedurat që ne folëm pak më parë, e vërteta është që ti vjen me një lëkurë, absolutisht. Vjen me një lëkurë dhe nëse je përkujdesur gjatë ditëve të plazhit, ose është shumë e rëndësishme dhe përkujdesja gjatë ditëve të plazhit, e këtu gjej mundësinë për të përfunduar pyetjen e mëparshme, nuk do duhet mundonte kremi i diellit, që është shumë i rëndësishëm, nuk do duhet të mungonte një krem hidratues me bazë acidi hialuronik, ceramidesh, mundësisht të jenë të 5 llojet e ceramideve, është lehtësisht i aksesueshëm një krem i tillë nëpër klinika apo nëpër farmaci ku profesionistët e lëkurës do të orientojnë dhe nuk do duhet mungonte uji termal. Unë jam e dashuruar me ujin termal i cili sprutsohet her pas here dhe ndihmon në rivendosjen e mikrobiotës dhe ruajtjen e ekuilibrit hidrik në lëkurë, por dhe uljen e inflamacioneve që mund ndodhin nga temperaturat apo ekspozimi në diell. Këtu të shtoja edhe diçka tjetër. Do t'i bëjmë 4. Do t'i bëjmë 4, sepse unë nuk shkoj asgjë kundi pa të. Një tubet i cili është me bazë antibiotikësh dhe kortizonikësh të lehtë për pickime, apo inflamacione, apo eritema, apo urtikarje të ndryshme që mund të kemi. Patjetër ju mund të orientoheni në një farmaci dhe të mbaroni punë, po mund të jesh dhe në një ambient ku ti nuk e të aksesueshme. Pra këto 4 produkte nuk do duhej që të mungonin. E për të rikthyer pyetjes son, nëse ne jemi kujdesur për lëkurën, atëherë dhe jemi kujdesur dhe me këto produkte që sapo përmendëm për lëkurën tonë gjatë ditëve të plazhit, ta shikojnë që do kenë një lëkurë shumë më të mirëmbajtur, e cila ka më pak nevojë, patjetër mund të ketë nevojë për një trajtim riekuilibrues të barrierës, ushqyes, hidratues, mund të ketë nevojë për një microneedling, për një peeling sipërfaqësor, pra ka plot trajtime për një hydrofacial, për injeksionet apo mikroinjeksionet. Pra, vazhdon procedura sepse mirëmbajtja e lëkurës është diçka që ndodh në kohë, nuk është. Këto janë trajtime që bëhen një herë dhe pastaj bëhen pas 6 muajsh. Këto janë trajtime që duhen bërë realisht, pra duhet bërë kulturë. Siç kemi kulturën e të bërit të flokëve, e të lyerit të flokëve apo të thonjve, dhe më vjen shumë keq realisht dhe gjej rastin ta them që nuk mund të kenë anekset e sistemit tonë mbulues, që janë flokët thonjt, vëmendjet më të madhe, sepse organi bazë i sistemit tonë mbulues që është lëkura. Lëkura është një organ dhe do jetë me ne deri në fund të jetës tonë. Dhe lëkura nuk ka nevojë vetëm kur ngre alarmin e saj. Lëkura ka nevojë një herë në muaj, 2 herë në muaj. Patjetër që nuk duhet harrojmë që ne nuk jemi vend shumë i pasur, pra janë edhe trajtime që kushtojnë, po jo të gjitha trajtimet kushtojnë. Unë e them gjithmonë, më shumë kushton mendësia dhe më shumë kushton ajo e ditura dhe edukimi që duhet i bëjmë ne pacientëve tanë. Lëkura jonë ka nevojë 1 herë, 2 herë në muaj për përkujdesjet e saj profesionale dhe ka nevojë në përditshmërinë e saj për përkujdesjen e secilit me shportën e vet të produkteve. Kur themi edukimi, bëhet fjalë jo vetëm për edukimin e pacientëve dhe klientëve, që jam e sigurt që kanë marrë shumë informacione sot nëpërmjet këtij podcasti, por edhe edukimi i atyre të rinjve të cilët duan të profesionalizohen në fushën e mjekësisë estetike. Dhe kush më mirë se sa ty do të mund të ndante dhe të përcjellte të gjitha informacionet që ti mbart brenda vetes tënde nëpërmjet akademisë që ke ngritur në Skinor Academy. Do të na tregosh pak më shumë detaje se çfarë mund të përfitojnë të gjithë të rinjt në estetikën dhe estetikën e avancuar në Skinor Academy. Po Irsa, në fakt unë emocionohem sa herë që e mendoj Skinorin. Është një vend i ngritur me shumë pasion, me shumë dashuri, me shumë mund dhe sakrificë. Unë e cilësoj gjithmonë si fëmijën tim të tretë, në fakt. Skinor është vendi ku dijes jepet një rëndësi shumë të madhe. Unë vetë jam e dyzuar mes praktikave klinike dhe pjesës akademike. Dhe dua të them që pjesën akademike e dashuroj. Dhe me ç'më thonë, se unë nuk mund të flas dot për veten time, dhe me ç'më thonë edhe e përcjell mirë tek profesionistët e ri, ata që duan ta përshafojnë estetikën si profesion, estetikën e avancuar, estetikën mjekësore. Këtu gjej rastin tem që në akademi ka programe të ndryshme studimi,
ku ata që vinë, studentët, apo janë dhe kolegët tanë, sepse në fakt akademitë estetike sot nuk janë vetëm për ata që dalin nga bankat e gjimnazit, pra që absolutisht janë kandidatë shumë të mirë për të përqafuar një profesion, por është një mundësi studimi dhe për ata që janë më të rritur. Domethënë ndoshta edhe ata që e kanë një profesion, domethënë në shkenca të ndryshme, por duan ta përqafojnë estetikën. Akademia Skinor pra punon në disa programe studimi, ku ndahet estetika dhe estetika e avancuar mjekësore. Në estetik orientohen të gjithë ata që nuk dalin nga Universiteti i Shkencave Mjekësore, ndërsa estetika mjekësore e avancuar pastaj fton të gjithë kolegët dhe profesionistët që kanë dalë nga shkencat mjekësore. Por ajo që dua të them është të dy programet kanë tangente me njëra tjetrën. Absolutisht brenda të gjithë sferës ligjore, ku një estetist nuk mund të injektoj, por të dy programet kanë tangente me njëra tjetrën. Pra dhe një mjek estetist nuk mundet dot thjesht marrë gjilpërën dorë dhe të shpoj, pra duhet të ketë një kulturë estetike dhe jo më kohë dhe programi i mjekësisë estetike fillon me modulet e estetikës, pra me njohjen e anatomisë sipërfaqësore të lëkurës, epiderma, derma, hipoderma, mos harrojmë që gati 90% e injeksioneve aty dhe kryhem, me tipologjitë e lëkurës, me trajtimin e lëkurave akneike dhe pastaj vazhdon me trajtimin e lëkurave të ndjeshme, duke marrë parasysh dhe duke zhvilluar edhe të gjitha patologjitë e brendshme që i shkaktojnë ato, dhe pastaj duke vazhduar me të gjithë gamën e procedurave mini-invazive që i takojnë mjekësisë estetike rigjενerative. Ndërsa pjesa estetike shkon deri tek mikroshpimet në thellësi shumë të vogla, pra që nuk e kalojnë shtresën epidermale. Kjo është ideja pra, por të dyja kanë tangente me njëra tjetrën, sepse dhe një estetist sot duhet të jetë i aftë të njohë, jo të trajtoj, po të njohë disa patologji të rëndësishme që shkaktojnë disa gjendje lëkurore. Një estetist duhet të di ta orientojë klientin e vet apo dhe pacientin e vet që ti thotë që shiko, kjo është një situatë që lind së brendshme. Nuk është për mua. Nuk është për mua, mund ta trajtoj një estetist atë me një atësi sipërfaqësore azelaik, por duhet ta orientoj ose me trajtime që janë qetësuese, ekuilibruese, vendosës të, pra, domethënë rivendosës të barierës do duhet që ta orientonte diku tjetër. Por për një trajtim afatgjat do duhet që ta orientonte në specialistët përkatës, në një mjek gastrohepatolog, në një dermatolog, varet nga situata, në mënyrë që të trajtojnë shkakun e vërtet që në shumicën e rasteve është gastrointestinal. Në këtë sens orientohet. Shumë faleminderit për të gjitha informacionet që keni ndarë. Në fakt, do të doja të cekja pak shkurtimisht që ne jemi njohur përpara se ti të krijoje Skinor Academy dhe jam vërtet e lumtur sepse njerëzit të cilët janë plot, do t'i quaja, plot me energji të mirë, plot me informacione, nuk e kanë fare problem që t'i ndajnë këto informacione edhe me të tjerat. Ashtu siç ti je shumë e hapur edhe kundrejt kolegëve, sa herë që kam një problematik, apo edhe një rast për të këshilluar, jam e sigur që sa herë i kam rënë celularit tënd më i përgjigjur, jo vetëm mua, po edhe kolegëve të tjerë për të ndarë dhe për të biseduar së bashku ato raste të cilat mund të trajtohen edhe më mirë akoma kur kemi një ndërveprim midis kolegësh. Kështu që jo vetëm studentët, por edhe kolegët do të jenë falendërues të cilët të kanë pjesë të mjekësisë estetike. Faleminderit Iva që ishe me mua sot. Kënaqësia e gjitha e imja dhe gjej rastin për të thënë që në këtë fushën tonë duhet të ekzistojë më shumë bashkëpunim, më shumë dashamirësi dhe patjetër më shumë mbështetje me njëri tjetrin. Faleminderit që ishet me mua sot në këtë episod të Afërdita Estetik Podcast. Pres komentet tuaja sigurisht dhe na ndiqni në YouTube.